أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وبعد. مسلمان كفن رسول الله عليه السلام إذا آتاك الله مالا نشوف سأل الله تكاذان باسوري فليرى أثر نعمة الله عليك لدوكن لتشيفن ميرسيت تكاذان الله تو وكرامته إذا ميرسيا ذرات الله عز وجل تكاذان por me kuptu نشوف se Allahu عز وجل تكاذان mos u ba koprac që mos më u pa mirësia Allahut tek ti. Për shembull, Allahu të ka dhënë mundësi me rregullu shtëpinë mirë sa të ki mundësi, rregulloje. Sa ki mundësi. Allahu të ka dhënë mundësi që ti mo dokt mirë, sa të kish mundësi, bano, rregullo sa të kish mundësi. Allahu të ka dhënë mundësi që mjetën e udhëtimit me pas të mirë, sa të kish mundësi, bane, çast sa të kish mundësi, mos shka për të mundësive tua, ama sa të kish mundësi, edhe rikrenar që Allahu Azza wa Jall të ka furnizu, Allahu Azza wa Jall të ka dhanë, edhe falenderoje. E mos u ba shumë prej atyre që e nrydhin veten. Si shembull o musliman, nëse dikush ta jep një hedije, një bakshish, një dhuratë, ta ka dhënë një tesh, një jakne, një diçka, një orë. Këpo ka njerëz që më shefin që atje. Jo, ai që ta ka dhënë, ai ka qef me ta pa veshën, por ata ta ka dhënë. Nuk ta ka dhënë ai me mshefti atje. Ai ta ka dhënë që ti me vesh, edhe me kanë me njës ndaj atina që ta ka dhënë. Ama jo, ta ka dhënë, ti e gjunë normal futi që nuk të vynë korës, me dhe nuk kam nevojë për këta. Jo kështo. Ky ishte veç shembull për me kuptu hadithin më drejt me lejen e Allahut Azza wa Jall. Kështu që kur t'jap Allahu mundësi, përdore mirësinë e Allahut Azza wa Jall edhe bane më të mirën që më vrejt mirësia e Allahut tek ti. Edhe je krenar, edhe thuaj njerëzve këto me ka dhënë Allahu Azza wa Jall, se sa për mundësitë e mia kur nuk kisha mujt mi bë. Elusëm Allahun Azza wa Jall më na fal. Kuli qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum.